Në kuadër të festës së 7 marsit, festës së mësuesit, shkolla jon ka organizuar një këtë aktivitet që quhet mirënjohje ndër vite. Unë kam kënaqësinë më të madhe të kem këto mësuesat që kanë lënë gjurmë të thella në vendin tonë, në shkollën tonë, edhe në tonë Shkodrën tonë. Unë jam e nderuar që i kam kanë mesin tonë dhe ne do të ecim në gjurmët e tyne që të kena një rezultat sa më të mirë në brezat tonë. Ka një atmosferë në gjithë troje shqiptare që 7 marsi në veçanti nga vitet tjera ka një maj gjallëni sa që ja qytë java e arsimit shqiptar në troje shqiptare. Dhe shkolla Salo Alili që kemi ardhur sot është ditën e parë të këtij aktiviteti. Unë kam qenë 12 vjet mësues matematike. Ruaj kujtimet mira, të mrekullueshme për këtë shkollë. Në veçanti për kolektivin, për nxënësit dhe për familjet e kësaj lagje. Shkolla Salo Alili veçoria mua më dhe soj është se ka kënë fitanisht jo vetëm e mësimit, po e sporteve. Një këtu kanë kënë pra kanë bërë mësim dhe kanë mësu Denizheka kompani, bala e tjerë, dhe sot ne vim për 7 mars për të kujtuar atë punën tonë 12 vjeçare. Jam i ftuar nerit sepse kam pas nerin të punoj si drejtor 10 vite, këto 10 vite janë vite të suksesshme. Nga 29 nënori që në hoqen pa drejtësisht për të kaluar për problemet e kohës dhe erdha këtu. Por ç'është e vërtetë, në shkollën Salo Alili gjeta një ambient të shkëlqyer. Mësuesa fenomenal që zhvillonin mësim të merrem nivelin, ta përgatisim shkollën dhe Salo Alili si një shkollat e vjetra të qytetit të radhitet në krenarinë e nxënësave të Shkodrës.